Kom nisur nga Bostoni, pastaj një projekt për kirurgjinë plastike, edhe pastaj projektin për sjelljen në Kosovë të pajisjes për bërjen e skanimeve të DEXA, të densitetit e ishtrave. Ajo si ka nisë, unë kom pas fatin që ta kem një kolegë gjatë studimeve, doktor Besim Bityqi, tani reumatolog, edhe ajo që ndodhë, unë i bën një vizitë çekukes, edhe takoj, edhe ai më thot nga ne që kemë shumë nevojë për këtë pajisje, pasi që në sektorin publik nuk e kemi kërkon Kosovë, edhe pacientat në reumatologji po kanë shumë nevojë. Ajo që ka ndodhë është që personat mbështyr, edhe sidomos femrat pas menopauzës, atëherë ndodhë si pasojë e mungesës së oksigenit, densiteti i ishtrave fillon minerale, do më thonë fillojnë të demineralizohen ishtrat, edhe atëherë ata ishtra janë shumë ma lehtë thyhen. Edhe tek personat të shtyrë, për shembull gjatë 70-80 vjeçar, ndërkohë që ne si të ri e pafshim edhe procesi shërimit e një thyrje tashit është shumë i lehtë, te një person 70-80 vjeçar është shumë i vështirë. Kjo pajisje bën matjen e densitetit të ishtrave, edhe i tregon reumatologut, ortopedit, ginekologut e kështu me radhë se kur pacienti ka nevojë që të merr terapi për forcimin e ishtrave, që në shumicën e rasteve, tani unë nuk jam reumatolog, mirë po është vitamin D dhe kalcium. Edhe miku im, doktor Besim Bityqi, më tregoi për nevojën shumë të madhe që sektori privat diku në Kosovë, më falni, sektori publik ta ketë këtë pajisje që ju ofron këto shërbime pacientave pa pagesë, ose me një participim minimal. Edhe unë e lut ato të kemi një gjendje që bashkërisht ta bëjmë një projekt propozim, thash sepse mënyrë që amerikanë ta sponsorizojnë edhe ta paguajnë atë pajisje, edhe atyre duhet një projekt propozim që ne tregojmë nevojën, tregojmë se cilë do të jetë ndikimin në gjithë shtetin e Kosovës, e kuantifikojmë një farforme me numrin e pacientëve brenda vitit, edhe ne punuam bashkë edhe me drejtorin e atëshëm të klinikës, edhe ne bëm një projekt, cilën unë e marrë dhe dërgoj te Dega Fondacionit e Rotaryt në Boston, edhe ata aprovun. Edhe pastaj u fotëm në